vetëm disa minuta më parë ka folur drejtuesi politik i qarkut Elbasanit nga Partia Socialiste, zoti Arbian Mazliku. E ndjekim. Një ditë shumë të mirë për Cerikun, sot ka pasur deri tani një votim i cili është shumë i kënaqshëm, deri në raportimin e fundit thonë që janë më shumë se 6.000 qytetarë që kanë shprehur vullnetin e tyre deri tashmë në të gjitha qendrat e votimit. Një ditë e qetë, një ditë e mirë për demokracinë shqiptare, ku njerëzit i ftojmë sërish të dalin në numra dhe të shprehin vullnetin e tyre për zhvillimin e mëtejshëm të Cerikut. Ceriku ka pasur një periudhë të jashtëzakonshme zhvillimore vitet e fundit, por gjithashtu ka përpara më të mirën për një seri projekte shëndetshme që do të ndodhin dhe pikërisht për këtë zhvillim, veçanërisht me fokus tek integrimi europian, i cili do të ndihet në gjithë Shqipërinë, po do të ndihet specifikisht edhe në këtë zonë me shumë projekte dhe shumë elemente. Ftojmë sërish qytetarët që në mënyrën më të mirë të mundshme, me gjithë qetësinë që kemi treguar gjithë ditët, qytetarënë që kemi treguar gjithë ditët, të vijojnë, votojnë në numra dhe në volum. Janë evidentuar problematika në komisionet e ndryshme, mungesa komisionerësh, siç ka opozita sipas informacioneve këtu? Deri tani informacionet janë për shumë pak problematika, po thuajse irelevante. Gjithë gjërat kanë shkuar qetë, duket se çdo gjë është në rrugë të mbarë. Duket sikur përsëri votimi ka qenë i ulët për sepse pjesëmarrjes. Jo, ne jemi tani në numra të ngjashëm me zgjedhjet e fundit. Pak diferencë ka, në zgjedhjet vendore tipikisht ka një rënje të vogël krahasimisht me zgjedhjet kombëtare. Krahasimisht ne sa u bëm një vlerësim fakt krahasimisht orë për orë si me 2025-ën ashtu edhe me 2023-ën dhe ne jemi në numra të ngjashëm, kështu që me thënë vërtetën deri tani jemi të kënaqur me pjesëmarrjen. Nga 11 maj janë rreth 3.000 votues më shumë. A keni një koment shumë përse? Kjo ndodh në gjithë Shqipërinë, ka një element fillestar ka të bëjë me faktin që u hoqën votuesit që u regjistruan në listën e votuesve jashtë, ata rivendosen në listë në këto zgjedhje. Kjo do thotë që listat që kemi parë në 11 maj kanë qenë lista pa emigrantët rivendosen në listë, pasi ata kanë drejtën e tyre që nëse dikush do të vit votojë, është i lirë të vit votojë. Pra, arsye pse shihni një numër më të vogël, jo vetëm në Cerik, por në gjithë qendrat e tjera të votimit në Shqipëri, është sepse janë rivendosur në listë emigrantët që u hoqën nga lista për listën e posaçme të diasporës. Mirë, kemi ndjekur Arbian Maznikun, drejtuesin politik të Partisë Socialiste në qarkun e Elbasanit, i cili gjatë prononcimit për mediat ka folur gjithashtu edhe për sa i përket votës emigrantëve. Do të shkëputemi për fare pak, rikthehemi edhe ndjekim hapasapi patjetër zgjedhjet e pjesme në Shqipëri dhe balotazhin në Kosovë. Vetëm pas pak.